është në vitin 2011, me sa dini është e vërtetë që lëvizja vetëvendosje e ka përduar bojkotin, nuk ka marrë pjesë në votim të si të rastit Pacolli ashtu edhe të ish presidentës Jaga. Do të ish presidentës Jaga në 2011 me sa di unë. Mirë, por në raste të tjera lëvizja vetëvendosje ka qëndruar në sallë duke protestuar, duke detyruar pushtetin që ta nxjerrë nga salla. Edhe këtu është një lloj interpretimi tjetër politiko-juridik, sepse poezon edhe opozita mund të mos e braktisë sallën e kuvendit me vullnet të rrinë për të realizuar detyrimet kushtetuese, por tash nuk po i bëj thirrje opozitës të ndjek metodat e lëvizjes vetëvendosje. Mirë, po për të shpëtuar nga këto interpretimet e sofistikuara juridike, mbase opozita mund të ndjek një strategji tjetër që ta pamundsoj. PDK nuk duhet të qëndrojë në sallë, e tha taksativisht edhe Xhavit Haliti. Një për figura të rëndësishme. Nëse PDK tha nuk ndryshon qëndrim, nuk heq dorë nga i qëndrimi që mbajtje se ajo votoi president të propozuar nga ajo. Le të bën PDK është interpretimi i tyre dhe qëndrimi i tyre strategjik. Mbase PDK duhet të qëndrojë në sallë, por ta detyrojë pushtetin ta nxjerrë nga salla. Ka edhe metoda tjera. Dhe që PDK qëndron në sallë, i qëndron besnike dhe lufton deri në fund bindjes së saj demokratike dhe juridike që nuk bën të gjitha institucionet të kapen nga një subjekt i vetëm politik. Atëherë ajo qëndron në sallë, realizon detyrën e saj kushtetuese, por e detyron pushtetin nëpërmjet sigurimit ta nxjerrë nga salla e kuvendit. Dhe ka edhe metoda tjera, jo vetëm një lloj dorëzimi paraprak, kështu ne s'po marrim pjesë në sallë, nuk po marrim pjesë në proces të votimit. Në rastin e zgjedhjes së ish presidentit Thaçi, lëvizja vetëvendosje ka qëndruar në sallë. Ajo është nxjerrë nga salla. Nuk është lëvizja vetëvendosje është dorëzuar me të parën këtë proces. Kështu që mbase ka edhe metoda tjera që opozita mund të përdorë dhe ta demonstroj sa është serioze që të luftoj deri në fund në përputhje me bindjen e saj politike se nuk guxojnë gjitha pushtetet të koncentrohen në një duar. Nuk po bëj thirrje për dhunë në kuvend të Kosovës, larg asaj. Dëgjon, është qëndrimi i subjekteve opozitare, le të sillen si të dojnë, le të duar trokasin vetëm kur fillon procedura e votimit, vetëm le dalin pa BZ, mirë po unë po kërkoj, po them që mund të ekzistojnë edhe një metodë ndërmjetësme që subjektet opozitare të jenë konform thirrjes së gjykimit të vitit 2011 që deputetët duhet të si tu të shohin Betri Hamzën duke protestuar. Ajo është çështje e tyre. Ndëgjoj, ajo është çështje e tyre. Tu i ndal mikrofonin. Ajo është çështje e tyre, Redor nuk mund t'jap taktika, dhe instruksione. Asimetri po bën paralele me Unë po tregoj që lëvizja vetëvendosje në 2000 kur zgjedh presidenti Thaçi nuk e ka braktisë seancën, por është nxjerrë nga seanca. Ne tash pse është nxjerrë nga seanca ne i dim arsyet. Mbase edhe subjektet opozitare mund të qëndrojnë konform atë gjykimit të gjykatës kushtetuese, të rrinë në sallë, por të nxjerrën nga pushteti nga seanca që demonstrohet vullneti i tij që t'i ketë të gjitha pushtetet në një dorë. Pra do të meç nuk po pranon marrëveshje politike sipas interpretimit të opozitës.